Banorët e Tragjasit, Orikumit dhe Dukatit protestuan këtë të hënë para SPAK ndaj tjetërsimit të pronave të tyre. O zbini rrugën, hajde një trotuar, ju lutem. Duke dorëzuar një karrocë të madhe me dosje, ata pretendojnë se kanë prova që zbulojnë një rrjet kriminal ku përfshihen zyrtarë të qeverisë, biznesmen. Të dalëm që në mënyrë simbolike, brenda janë dokumenta tona, po të të Sipas banorëve, këto dosje tregojnë për një rrjet kriminal të organizuar që grabit pasuri dhe pastron paratë e fituara në mënyrë të palishme. Grupi i dyshuar ka përdorur dokumente të falsifikuara, kompani Shell dhe investime të dukshme si legjitime për të fshehur origjinën e parave të grabitura. Avokati Langozi thekson se përfshirja e shtetasve amerikan e bën aktivitetin ndërkombëtar dhe kërkon që hetimi të shtrihet edhe jashtë Shqipërisë për të zbuluar të gjitha transaksionet dhe pronat e lidhura me skemën. Banorët paralajmërojnë se protesta dhe ndjekja ligjore do të vazhdojnë deri në marrjen e masave konkrete. Ata kërkojnë drejtësi për pronat e tyre dhe ndalimin në çdo aktiviteti kriminal, pavarësisht kufive dhe lidhjeve ndërkombëtare.